Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala dhe bim salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekon dhe trasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Thot Ibn Abil Izz rahmetullahi alaihi në fillim krejt në hyrje të shpjegimit të librit Al-Aqida At-Tahawiyya, amma ba'd, dhe pastaj pasi që shkenca e bazave të dinit është shkenca më e mirë dhe më e ndershme, sepse vlera dhe nderi shkencës nifet sipas asaj që e përbën apo që e përmbledh ajo shkencë. E kjo është el-fiqhu al-akbar, fiqhu i madh, përballë fiqhut të vogël. Për atë arsye Imam Abu Hanifja rahmetullahi alaihi atë që ka thënë dhe ka të buën në disa fletë të bazave të dinit e ka quajtur fiqhul akbar, fiqh i madh edhe fiqh i vogël. E fiqh i madh është baza të mëdha dhe fiqh i vogël është el furu shariati. I parë është Abu Hanifa që ka nda shkencat në dy lloje. Këtë dinin Allah të ka nda në dy grupa, në dy shkenca, dy lloj shkencash. El fiqhu al-akbar, fiqhu al-asghar. Fiqh do të thotë kuptuarit. E madh dhe të vogël. Të madh është ka për qëllim bazat e dinit, akiden, tauhidin që kemi ne përpara këtu. Dhe fiqhu al-asghar është për qëllim fiqhu që mësohet jurisprudenca, legislatura, shariatit madhe të Allah azza wa jall. Pra bazat e dinit quhen në fiqhu al-akbar, sepse fiqhu i madh, nevoja e njerëzve për te është më e madhe se sa çdo nevojë tjetër. Dhe domosdoshmëria për këtë shkencë është mbi çdo domosdoshmëri tjetër, nga se nuk ka jetë të zemrave pa te, dhe nuk ka kënaqësi dhe lumturi pa te. Pa njoft Zotin e zemrave, adhurusin, krijuesin, me emrat e tij, cilësitë e tij dhe veprat e tij. Kjo është jeta e zemrave, është kënaqësia dhe qetësia e zemrave. Dhe përpos kësaj apo plus kësaj, që të jetë më e dashur tek ne se sa çdo gjë tjetër, njohja e madhe të Allah. Dhe se me hes drejt sajna, me atë që kanë afrën neve të i madhi Allah, e jo të krijesat e tjera. E është e pamundur, në mënyrë absolute, që mendja njeriut, çfarë do qofta e çfarë do niveli, të ketë mundësi të arrijë ta njoh këtë shkencë, pra njohjen e të madhit Allah në detale. Për atë arsye rahmetit madhit Allah ka bërë që me dërguar pejgambert që me spjegu dhe me në njëftu me Allahun, me në thirë drejt Allahut, me në përgëzue nëse pasojmë i përgjigjemi pejgamberve, po dhe me të rejkë vrejti dhe me i qërtuat atë cilët i kundërshtojnë. Allahu i madhruar qelsin e davetit pejgamberve dhe ajken e mesazheve të tyre e ka bërë njohjen e adhuruesit subhanahu wa ta'ala, me emrat e tij, cilësitë e tij dhe veprat e tij. Qelsi i davetit pejgamberve edhe ajka për maza e asajna që ka thrasin pejgamberët të mesazheve të tyre është mjavë spjegu njerëzit, me njoftu njerëzit me Allahun, me njoft njerëzit Allahun e madhruar, me emrat, me cilësit dhe me veprat e tij.
sepse mbi këtë njohje ndërtohen krejt mesazhet qiellore prej fillimit deri në fund kiamet. Edhe këtë njohje të madhe të Allah Azza wa Jall me emrat e tij dhe cilësitë e tij dhe veprat e tij e pasojnë dy baza të mëdha. E para, njohja e rrugës, cila është e rrugë e cila na çon me njoft të madhin Allah, ai është shariati. Pa njoft shariatin Allahut, nuk mundesh me njoft Zotin. Shariati i cili përmbledh ngjyun e saj apo ngjyun e tij urdhëresa dhe ndalesa. Dhe nëndë m'ja shpjegua atyre të cilët e ndjekin këtë rrugë, se çka i pret ata, pas se të arrinë në fund prej të mirave të cilat i ka përgatit i madhi Allah Azza wa Jall në botën tjetër. Këto tri baza janë tepër të rëndësishme për njeriu me i kuptuar. Pra, krejt ajo që ka sillen rreth saj pejgamberët e Allahut është m'ja shpjegu njerëzve me njoftu me Allahun. Me uzu drejt madhit Allah, me njoft Allahun me emrat e tij, me cilësitë e tij dhe me veprat e tij. E për me arrit këtë duhet pasuar dy baza të mëdha. E para është çat rrugë qysh me njek, qysh me shku deri në atë rrugë, qysh me njoftu me të, qysh me kuptu atë, ajo kuptohet, arrihet nëpërmjet njohjes së shariatit të Allahut. Dhe në ndë, çka i pret ata njerëz? Të cilët të ndjekin këtë rrugë, i pret xheneti, falja mëkateve, mëshira e Allahut dhe kënaqësitë e përjetshme në xhenet. Andaj, themi se njeriu i cili njeh më së miri Allahun është ai i cili pason më shumë të këtë rrugë e cila të shpin drejt Allahut. Për atë arsye i madhi Allah Azza wa Jall e ka quajtur atë që e ka zbrit pejgamberët të tij ruh, shpirt. Nga se prej saj mvaret jeta e vërtet, apo realiteti i vërtet i jetës varet prej shpalljes mesazhit qiellor. E ka quajtur Allahu edhe nuri dhe dritë, sepse prej këtij mesazhi mvaret edhe ndriçimi asaj rruge të cilën e ndjek. S'ka ndriçim, udhëzim të vërtet pa nuri dhe dritë qiellore, dhe s'ka jetë zemrave pa shpallje. Për ata ka thënë Allahu i madhruar, yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi, e çan e dërgon e zbret shpirtin prej asaj që ka dhënë Zoti kujt don Rabbet tij, shpirtin në klapa shpalljen. Dhe ka thënë Allahu, wa kadhalika wahayna ilayka ruhan min amrina, tash veç për pejgamberin ajeti i sipërt ke për ton pejgambert, dhe kështu ne të kemi shpall tyje prej neve shpirt, min amrina, prej çështjeve tona. Ma kunte tadri mal kitabu wala al iman, nuk e ditë më herët se çka është libri i shejt, s'ke ditë çka Kur'ani, shpallja s'ke ditë çka është, sepse ke qenë njeri i thjeshtë sikurse njerëzit e tjerë. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, mirë po ne kemi bërë atë nuri dhe dritë. Pra në fillim i quan ruh, ta kemi zbrit shpirtin. E shpirt, fjala kemi zbrit shpalljen me të cilën ngjallet jeta e njeriu të vërtet. Nga se sikur se trupi njeriu që është i ngurt dhe pa shpirt është i vdekur, shpirt dhe për ngjall, edhe krejt jeta e njeriu me trup dhe me shpirt, pa iman dhe pa besim dhe pa këtë mesazh qiellor, është sikur se me qenë trupi pa shpirt. Është jetë për shpirtin dhe për trupin, qysh është shpirti jetë për trupin. Për ata për Allahu quan Kur'anin dhe shpalljen qiellore shpirt, sepse e bën gjallë organizmin e njeriu në tokë të Allahut. Pa të njeriu është i vdekur. Dhe quan nur, sepse pa të nuk ka mundësi me gjetë rrugën e vërtet. Nuk e shef, ajo është në terr, përderisa nuk është ndriçuar me nurin e Allahut. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, me këtë nuri dhe dritë udhëzojmë kënd dojmë për Rabbet ton.
wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, edhe me të vërtet të udhëzon njerëzit në sirat mustaqim, në rrugën e Allahut. Siratillahi alladhi lahu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard, në rrugën e Allahut, të cilit apo pasuni dhe pronët të cilit është krejt ka kanë qiell edhe në tokë. Ela ila Allahi tasiru l-umur, e të Allahu anë nuk shkojnë çdo gjë, nuk përfundon çdo gjë, te i madhi Allah azza wa jall. Kur ke ma heret pjesa e jetët koranor, ma kunte tadri mal kitab wala l-iman, nuk e diti ma heret se çka është kitabi, as çka është imani. Çka është kitabi nuk e ditë sahih, se ka ditë çka është libri i shajt, sepse pejgamberi është rritur njëri thjesht, sikurse njerëzit e tjerë, pa ditë që ka me qenë pejgamber, dhe pa shkumenet që ka me qenë pejgamber, edhe pa testu vetë vetën, as pa testu kërkoj, sepse çështja e profetizmit, pejgamberizmit, nuk është sikur se çështjet e tjera me të ushtruar, por ajo vjen për një herë prej të madhit Allah, në kohën e caktuar, robit caktuar, kur dëni madhi Allah, pa shku mendja ndonjëherë pejgamberi se ka me qenë pejgamber. Por nuk e dita çka është imani, kjo nuk e dita çka është imani, ka thonë ulemat ka për qëll nuk e ditë çka është daveti me thirrën iman. Nuk ka ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam. E kanë thonë në dy, nuk e ditë, nuk i ke njoft shariatin, legjislaturën e imanit dhe bazat e dinit të Allahut, nuk e ke njoft, se ka njoft dinin Allahut, e ke quhet iman. Dhe në tre nuk e ke ditë imanin kur ke qenë i vogël, fëmijë, ndjep, sepse ka qenë nuk i vogël dhe nuk e ka shpjeguar madhi Allah. Megjithse se ka njoft fen detale, ulemaja janë në ujdi se pejgamberi edhe para profetizmit, që kjo është më rëndësi për juve, ka qenë fen e Ibrahimit alayhi salam. Sahi nuk ka qenë këtë shariat që ka ardhur më vonë, por ka qenë në fen e Ibrahimit alayhi salam, pra asnjëherë nuk i ka madhrua idhujt dhe idolet, asja nuk ka bën ndonjë vepër të kufrit, të shirkut që kanë bërë bashkasit e tij. Ai nuk ka ditë në formën që ka ditë masanej me madhrua Allahun, por në fen e Ibrahimit me besim të shëndosh e ka ditë ai. Se ka rujtë madhe Allah, për atë arsye historia tregon se ai është shkuar në shpellë, ka madhrua Allahun atje, s'ka pajtu kur me idhujt e me fen e tyne, me idolet e tyne. Këtë kja me kuptu se ka qenë në fen e Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Si do që tjetë, neve na interesën këtë se Allahu e madhruar e quan mesazhin qiellor shpirt, dhe se nuk ka jetë të vërtet të njerëzve në tokë të Allahut pa Kur'an, pa Islam, pa mesazh qiellor, sikur se që nuk ka jetë të trupave fizik pa anën e shpirtit. E quan pra shpirt, e quan nuri dhe dritë, e quan edhe shifat apo shërim. Për atë arsye Allahu ka thonë: "Qul huwa lil ladhina amanu hudan wa shifa." Thuaj, Kur'ani është për ata të cilët kanë besuar, hudan udhëzim, po edhe është shifat, është ju ashëran zemrat e tyre. Dhe nuk ka farë dyshimi se është obligim i çdo njeriu muslimani ta besoj atë me çka ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam. Iman dhe besim të përgjithshëm. Ndërsa ajo çka është në detale, çka ka ardhur pejgamberit alayhi salatu wassalam është farz kifaje, dhe këto dyja duhet me i dallu. Për me besu e krejt që ka ardhë me pejgamberin në përgjithësi është vajib i se cilit individ. Ndërsa me besu e në detale është farz kifaje. Pra nuk përnohet për asnjë muslimani me thonë se unë kam dyshim në atë që ka është dërgu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Sepse na mjafton neve Kur'ani ose ku diun tjetër nuk mjafton. Për atë arsye nuk konsiderohet musliman, është farz ain. Ani pse ndoshta ai ngryt vet asnjë hadith në këtë dynjë të pejgamberit se din. Por e din se ai mesazh që ka ardhur pejgamberi me të, fjalët e tij, veprat e tij, misionin që ka ardhur pejgamberi me të, është hak.
Edhe ati ne mjafton që kaq. Kur që mos ditë më shumë në detale. Ndërsa në detale, kjo është farz kifaje me besue në detale krejt. Sepse ajo futet në atë që ka dërguar i madhi Allah Azza wa Jall pejgamberin me të sallallahu alaihi wasallam. Futet në të analizuaret dhe të vështruaret e Kur'anit, kuptuaret e Kur'anit, me urtësit e Kur'anit, me mësue Kur'anit, me mësue doat, me urdhru për të mirë, me ndalu nga e keqja, me të polemizua dhe debatu me ata të cilët nuk e njohin dinin Allahut Azza wa Jall. E këto nuk ka mundësi me i bo krejt njerëzit që në të përgjithësi, krejt njerëzit detale, por një grupi njerëzve. Për atë Allah s'na ka ngarkuar sa s'muna me bajt. Në detale krejt dinin Allahut, dhe këtu që të seken dësa prej tyne dhe të me njoftë ulemaja. Nëse njofen ata, është farz kifaje, kanë kry, të tjerë se kanë obligim. Por nëse si njofen ata, atër tanë janë gjënaqarë me katarë. Për atë arsye kjo është lecim prej të madhit Allah, se dinin dohet me besue krejt njerëzit, ka diçka që do të me njoftë të tanë njerëzit, por ka diçka që se kanë bërç me njoftë tanë njerëzit. Nëse njef dikush për tyne, o mjaftën të tjerë, sepse ai u asqëron edhe u haruan nurin dhe dritën e të madhit Allah. Pra me fjalë tjera, është obligim çdo ummet dhe shoqëri me pas ulema të cilët e njohin sa më në detale dinin e Allahut Azza wa Jall. E njerëz të tjerë më sa gjerë njohin bazat e përgjithshme të dinit të Allahut. Ndërsa ajo çka obligohet pra për individët e tyne, kjo është simbas takatit dhe fuqisë të cilët e kanë, dhe sipas nevojës që paraqitet për me njoftë ata. Sepse që ka mundësi me arrit dikush, nuk ka mundësi me arrit dikush tjetër. Që ka mundësi me kuptu dikush, nuk ka mundësi me kuptu dikush tjetër. Ai cili ka ndëgjuar dhe ka pas mundësi me mësu diçka dhe ka arrit me kuptu, ati obligohet më shumë se sa që obligohet atina që s'ka pas mundësi me ndëgju, apo s'ka arrit me kuptu. I obligohet mëftis e muhadithit, e gjykatësit, e kadijut, që se obligohet të tjerëve, njerëzit janë të klasifikuar shkallë. Pasi që të këta autori të regon se këtë kjo është hyrje ti, në halas jemi në temë, thët dhe është me rëndësi shumë për ta kuptuar një gjë të rëndësishme. Se shumica njerëzve kanë humbur, kanë devijuar në qëtë drejtim, në cëllën, sa i përket mesazhet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Shumica e njerëzve jo në Kur'an, në hadithe kanë humbur shumica e njerëzve sa i përket asajna që lidh me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pra, nuk e kanë pasuar pejgamberin si duhet. Nuk e kanë pasu pejgamberin si duhet. Kanë lejthitur dhe kanë devijuar në pasin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë arsye, njerëzit i gjenë se debatojnë shumë rreth hadithe, më pak debatojnë rreth Kur'anit. Me pas që njerëzit qetë, edhe mi bot teslim një në nështruhe, në nështrim plot asaj që ka pejgamberi, sikur se Kur'anit, kishin qenë shumë më pak njerëz të devijuar, edhe konfliktet mes muslimanëve kishin qenë më pak. O fjala konfliktet pun dinit. Por njerëzit e kanë fut mendjen e tyre shumë rreth asaj që ka pejgamberi me të, dhe nëpërmjet sajna pastaj kanë devijuar edhe shumë ajete kuranore, edhe prej tyre gradualisht nga kjo kanë devijuar edhe nga dini krejt. Pra këtë pikë përqendrohet shumë dhe thot dhe dije se është tepër më rëndësi se shumica e njerëzve kanë rënë dalalet në këtë kapitull, në këtë krah. Nuk kanë mujt me kuptu e hakon, ajo është humbja e asaj që ka e pasën pejgamberin alayhi salatu wassalam. Nuk kanë arrit me analizuen në mënyrë të thukët dhe të mirë atë që ka arë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nga kjo e kanë lanë Kur'anin anash, e kanë lanë hadithin anash, e kanë qitë mendjen e tyne për para, edhe humben edhe devijun. Pra, që ka marrok mu me mendje, është në qitap. Që as ma kap mu me mendje, nuk është në din të Allahut, edhe humben dhe në randalalet.
Për ata Allahu ka thonë, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yudhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Ai cili nëse ju vjen juve prej meje hudan udhëzim, Allahu Azza wa Jall po thot, e pastaj që pason udhëzimin tim, as ka me humbur, as nuk ka me qenë i mirë, as njëherë. Paso udhëzimin e Allahut Azza wa Jall, kemi qenë i lumtur këtë dynja dhe në heret. Wa man arada an dhikri, pa që ja kthen shpinën argumenteve të madhe të Allah dhe asaj që ka pejgamberi me të alayhi salatu wassalam, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, ka një jetë ngushtë. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, dhe kemi me ngjall ditën e kiametit të verbuar. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, dhe thotë pse më ngjallat të verber, a unë kam qenë syqel, kam panë këtë dynja. Qala kadhalika tatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa, dhe i thuhet atina, po ty të kanë ardhur argumentet tona dhe i ke harruar, edhe të sot po harrohesh. Pra të si ke pa argumentet tona në dynja, edhe nësë po dojna me të pa ty sot. Ti ja ke kthy shpinën dhe i ke lënë anash argumentet dinin tonë në dynja, edhe në ti po të lëmë anash sot, o fjala në ditën e kiametit. Ka thonë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Allahu Azza wa Jall e ka marrë me sipër atë njeri cili lexon Kur'anin dhe punon me atë që ka është në Kur'an, mos me humbur në këtë dynja. Dhe mos me qenë i mirë në ditën e kiametit, e pastaj ka lexuar këtë ajet që tha më herët. Allahu ka marrë me sipër atë njeri cili beson dhe lexon Kur'anin dhe punon me Kur'an, mos me humbur në këtë dynja dhe mos me qenë i mirë në botën tjetër. Dhe ka lexuar ajetin i cili tha më herët në surën Taha. Pastaj ka ardhur hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, që transmeton Tirmidhiu dhe të tjerë nga Aliu radhiyallahu anhu, ku ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam për Kur'an, innaha satakunu fitnun, ka me pas fitnë shumë, la ilaha illallah, fitnë shumë këni me përjetuar ju ummet. Thot Aliu, kam thonë, ja Rasulullah, fama al-makhraj minha, ja Rasulullah, e cila është dalja, zgjidhja prej asaj gjendje situatën nëse në nxan neve, nëse ne bim në të fitne, ka mja majt. Ka thonë, kitabullah, kapën për librit Allahut. Fihi nebeu ma qablakum, te është lajmi dhe informatat e atyne që kanë qenë para jush. Wa khabaru ma ba'dakum, dhe në tekin edhe informata për ata që vinë pas jush. Kurani flet për fillim dynjas, flet edhe për fundin e dynjas, nuk flet vetëm për gjendjen që jeti. Wa hukmu ma bainakum, dhe në Kur'an keni me gjykua, ata kur doni me gjyku mes vete keni Kur'anin. Wa huwa al-faslu wa laysa bil-hazl, Kur'ani është diçka që u ndan hakun. Laysa bil-hazl, nuk ka shakante. Men tarakahu min jabbarin qasamahu Allah, ai që e lën përmendje madhësi Kur'anin, ka mja thy Zoti qafën. Ka mja thy Allahu qafën. Wa man ibtagha al-hadya fi ghayrihi adallahu Allah, dhe ai cili kërkon udhëzim jashtë Kur'anit, ka me humb Allahu. Wa huwa hablullahi al-matin. Kur'ani është litari Zotit i fortë. Wa huwa dhikrul hakim. Kurani është dhikr i urtë, ka mençurinta. Wa huwa as-siratul mustaqim, është sirat mustaqim, rruga e vërtet. Wa huwa alladhi la tazigu bihi al-ahwa. Kurani është ai që me të nuk humb njeriu kot, nuk e humb udhën. Wa la talbisu bihi al-alsun, edhe gjuhët kur të flasin nuk pështillen me ta. Ka për qëllim të flasin hakun kur flet me Kur'an. Wala tanqadi ajaibu, çudit e Kur'anit nuk përfundojnë. Wala yashba'u minhu al-ulama, nuk ngopen me të asnjëherë ulemaja. Man qala bihi sadaq, ai që flet me Kur'an ja ka qellu. Wa man amila bihi ujr, edhe ai që punon me të ka për të shpërbly. Wa man hakama bihi adal, edhe ai që gjykon me të ka gjyku drejt.
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم dhe ai që thërretën te ka për të udhëzuar në sirat, në rrugën e vërtet. Ky hadith sillet rreth asajna mërfu dhe mevkuf prej pejgamberit dhe prej Aliut, por mangatja bën është fjala e Aliut radhiyallahu anhu, e ngjashme është edhe fjala e Abdullah ibn Mas'udit që përshkruaj Kur'anin, por është shumë e vërtet, krejt që thanë janë të vërteta se libri i Zotit është kë që o përshkrua. Dhe ne kemi këtë Koran në mesin tonë, dhe me të gjykojmë, me të gjojmë rrugën dhe dritën e nurit të madhët Allah Azza wa Jall, dhe me të e ushqejmë shpirtin, me të e adhurojmë Zotin, me të i freskojmë zemrat tona, edhe me të kënaqemi inshallah Taala në dunjat edhe në ahiret. Dhe hadith edhe ajete tjera të cilat flasin thot në këtë domethënie këtë kuptim se nuk bën ndryshe njeriu, nuk ka qels tjetër me gjetë hakun dhe rrugën vetëm nëpërmjet Kuranit edhe Sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe se Allahu Azza wa Jall nuk e pranon asnjëherë as prej të parëve të dunjas prej Ademit, as prej të ramës edhe deri në kiamet tjetër din për pos dinit islam, për pos asaj që të jetë e përshtatshme dhe për përshmëri dhe në ujdi me dinin të cilën e ka zbritur në përmjet pejgamberëve tina. Tjetër fese pranon i madhi Allah Azza wa Jall. Pastaj Allah i madhruar e ka spastruar vetveten nga ato që ka e cilësojnë apo a përshkruajnë robët e tij. Dhe i ka lavdruar pejgamberët e tij dhe ka pranuar atë që e përshkruajnë pejgamberët e tij. Atë që e përshkruajnë pejgamberët e Allahut, Allahun është hak, ndërsa atë që e përshkruajnë njerëzit jashtë pejgamberëve, Allah është i pastërt prej sajna. Për atë Allahu ka thonë: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Këto janë prajeteve më të mëdha, me domethënie më të mëdha në Kur'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana është i gjveshur, i patmeta Zoti yt Muhammed alayhi salatu wassalam, Rabbul Izza, Zoti i madh, i madhris, amma yasifun, nga ata që përshkruajnë gjahilat prej fillimit deri në kiamet. Sa njeri quhet sabah dhe akşam dhe përshkruan Allahun djathtas dhe majtas me symshele, me ignorancë, me gjehel, Allah është i pastër prej tyre. O selamun alal murselin, dhe selami qoftë mbi pejgamberët, pra e mohon vetveten nga ato që apo pastron nga përshkrimet e çfarëve, kush do qofshin ata, pastaj thot selamun alal murselin, selami qoftë mbi pejgamberët e Allahut, që në dërguarit e Zotit, sepse ata kanë përshkruar më së mirit madhin Allah te bareke wa taala pa asnjë tmet. Dhe pastaj lavdron vetveten e vet i madhi Allah Azza wa Jall, se është i vetmi i cili meriton i përshkruar me cilësi që meritojnë të falenderohet, e që thot walhamdulillahi rabbil alamin. Pas kësajna vazhdon autori dhe thot: në këtë gjendje të mirë, në atë që ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka lej gjenerata e pare e sahabëve. Gjenerata e parë shkoi përfundoi krejt nuri dhe ndrit të madhit Allah për pejgamberit alayhi salatu wassalam, e që janë sahabët, po edhe tabiint, lehum bil ihsan, duke e marr i pari prej dytit dhe duke këshillu i pari dytat atë që vjen për mas, dhe ky dytë pasut parin, dhe krejta duke kthyer, do kanë mes tyne duke pas mes tyne pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe duke ndjekur rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që ka thënë Allahu: Qul hadhihi sabili yad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Thuaj, kjo është rruga jam, unë thras në të thras ila Allah, thras drejt Zotit, këtë rrugë në sëqeltësi, unë dhe ata që më pasojnë mua. Ata që më pasojnë mua,
Pra unë dhe këtë ulemaja, krejt musliman që thrasën rrugën e Zotit, thrasën me së qeltësi. Dhe ka thonë Allahu, pra fjallë Allahu ta zogjër o menit të beani dhe ata që më pasojnë mua, ulemaja po djetarë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka spjeguar dinin Allahut formën më të mirë dhe u ka qelë njerëzve sytë. Dhe kanë ndjekur këte gjeneratat më të mira, sahabët, tabiint edhe tabiin. 3 gjeneratat e parë që ka lavdëruar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe thot mas tyne erdhen njerëz të cilët u përçan. Dhe filluan më fut shiblan dinin e të madhet Allah, por Allahu i madhruar dërgoi thot ulema të cilët edhe më tej mas kalimit dhe përfundimit të këtyre 3 gjeneratave vazhdojnë të ruajnë dinin e të madhet Allah, bazat e dinit që foli më herët për ta, e që është akidja. Që shka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina lil haqqi la yadurruhum man khadhalahum, do të vazhdoj pa ndërprer deri në kiamet të ekzistojë një taife, një grup prej umetit tim që janë të haptazën hak të Zotit të qëndrueshëm. S'ka kush që i bën atyne, s'ka njeri që mund të largojë nga rruga të madhet Allah azza wa jall. Imam Bukhariu dhe një grup i madh njerëzve ka thonë se me këtë hadith janë për qëllim ulema. Allahu nuk ka me lanë këtë ummet kur pa ulema, që kanë me rujt këtë din të shëndosh, anëpse njerëzit e tjerë kanë mundësi me devijuar, por zbohet pa pas njerëz ulema që njohin dinin dhe përcjellin këtë din për individ. Imam Neveviu ka thonë, unë mendoj pak ma gjanë, se i madhi Allah azza wa jall nuk ka me lanë këtë ummet pa që grupe, taife, gjematet njerëzve, në lloje të ndryshme të njerëzve, qëndrim dhe luftetar, i cili mbron dinin nga ana e xhihadit dhe shumë sy qelse si me mbroj dinin nga ana e xhihadit atje. Pastaj qënë të tjerë të cilët janë të njoftën shkencat e tefsirit, shkencat e hadithit, shkencat e Koranit, shkencat e fikut, qënë Allahu njerëz të ndryshëm, se cili në drejtimin e vetë e runë dinin Allahut azza wa jall dhe nuk ka me lanë Zoti me hub këtë din. Prej tyne që ka dërgu i madhi Allah për me rujtur këtë din, thot kjo autori, është edhe el imam Ebu Jafar Ahmed bin Muhammed bin Selame el Azdi at-Tahawi, Allahu pas mëshiruar me rahmetin e tij, i cili ka lindur në vitin 239 dhe hijri dhe ka vdek në vitin 321 hijri. Dhe ky individ, Imam Tahawiu, ky alim i madh, ka treguar rahmetullahi alayhi, në ka sqaruar çish ka qenë akidja dhe besimi e ehlus sunnetit, pejgamberit, sahabëve, tabiinëve dhe tabiin për gjeneratave të para. Dhe këtë akide e ka marrur prej Imam Ebu Hanifes rahmetullahi alayhi dhe prej 2 nxënësave të tij, Ebu Jusufit, Jakub bin Ibrahim el-Himyari el-Ansari dhe Muhammad ibn Hasan el-Shaybani radiyallahu anhum. Në bazë të akides iman besimit të cilët e kanë pas këta 3 burra të mëdhej që kanë adhuruar Allahun azza wa jall me te, e ata kanë pas akiden aty në ulemave të mëdhej. Dhe sa më shumë që janë larguar njerëzit gjenerat pas gjenerat, thot, janë shtuar bidatet dhe janë shtuar devijimet nga rrugat madhet Allah azza wa jall. Dhe njerëzit kanë filluar pastaj të largohen nga originaliteti i të kuptuar të Koranit të madhruar dhe hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe filluan njerëzit me tevile, dhe me thonë me komentime të citateve të Koranit dhe të sunetit, të mirën me to dhe në përmjet tyre filloi edhe të devijoj nga pak haku dhe drita e realitetit që ka qenë në akide në fillim gjeneratat e para. Ashtu që muslimanët patën tepër nevojë me dalë burrat me që a spjegojnë tamam argumentet që shdohet. Dhe mi a largue dyshimet e tyre që o kanë ardhur atyre dhe është tu në fjalë shumë prej njerëzve.
O shtun fjalë shumë. Dhe shka këty në fjalëve shumë ishte se njerëzit janë nësen me folë shumë rrëth selefve. Janë nësen me i kritikue uleman e selefet gjithsesi që ato generatat e para. Dhe prej kësaj pra o paraqit edhe devijimi. Dhe këtë devijimi generatat që erdhen më vonë është shkallë. Ka prej tyre që është kofër, dhe ka prej tyre që është fisk, vetëm gjëna, dhe ka prej tyre që është ma'asia po khata, është gabim. Dallon se si dhe sa ka devijuar ai person. Është obligim pasimi pejgamberëve alayhimus salam. Me pasu pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, që Zoti e ka bë pejgamberin e fundit dhe librin e tij e ka bërë libër mbi të gjitha librat e tjerë qiellor. Dhe e ka zbritë madhi Allah Kur'anin dhe Sunetin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dinin e tij e ka bërë din të el-insu wal jinn, të njerëzve dhe të gjinëve, dhe të qëndrueshëm deri në ditën e Kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpjegoi çdo gjë që dohet njerëzve për din të Allahut azza wa jall deri në ditën e Kiametit. Kaloi kohë, kështu po kalon koha dhe po shtohen njerëzit të cilët flasin shumë për din, po futet filozofia në din dhe njerëzit nëpërmjet filozofisë po mundohen ta komentojnë edhe dinin e Allahut azza wa jall. Dhe po i akuzojnë të partë e muslimanëve se ata nuk kanë mundur ta kuptojnë mirë dinin e Allahut, qysh e kanë kuptuar këta të vënshmet. Pra ka pas për ulemave të vënshëm shumë, të cilët kanë thonë se seleft sahih kanë qenë më të shëndoshën bazat të dinit, por ata nuk kanë pas kohë shumë me u zgjerue për mi definue argumentet, ajetet e hadith. Kanë qenë të angazhuar me luftë, kanë qenë të angazhuar me përhapjen e dinit të Allahut, nuk kanë pas kohë, ndërsa ne sot kena kohë dhe ndikim diapazon më gjatë të dijes se sa që kanë pas selef të ummetit, dhe kjo është ajo pika kryesore që ka ndikuar që njerëzit me humbë, kërja ka marrë mendja që për kuptojnë dinën më mirë se sa sahabët e pejgamberit, se sa tabiin, se sa katër imamët e Abu Hanifja, Imam Maliku, Shafiu dhe nxënësat e tyre. Dhe me këtë kanë devijuar për atë arsyen që ulema shumë për me mbrojt, me thonë ju njerëz, krejt hajri dhe drita dhe nuri, është mi pasu që ata njerëz. Ata ka kuptu dinin Allahut më shumë. Ajetet edhe hadithet që kanë kuptuar ata, ne nuk mund të kuptojmë deri në ditën e Kiametit. Pastaj thot, shumë njerëz e kanë shpjegu këtë akide, që të libër të këtij dietarit Allahu e pas të mëshiruar, dhe thot e kom pa të arsyeshme që edhe unë me qenë për atyre të cilët e shpjegojnë këtë libër, sepse ata që kanë qenë para meje dhe kanë shpjeguar tepër gjën dhe do tepër ngushtë, unë jam munduar ta gjej një mesatare për ta shpjeguar këtë libër që kemi thënë është me fletë, nuk është shumë i madh, në mënyrë që të jetë mjaftueshëm për ummetin, për talebët të cilët dojnë me kuptua akiden tamam, dhe duke shpresuar thot i madhi Allah shumë që nesër t'jem për atyre që Allahu ka më mëngjall në mesin e atyre që ka thonë Allahu me alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, me ata që Allahu është i kënaqur me ta, prej pejgamberëve, siddiqinëve, shahidave dhe salihinëve, dhe sa shoqëri e mirë është me ta. Kjo ajet është surën Nisa, që Allah ka klasifikuar njerëzit më të lartë që kanë ngritjen këto 4 lloje. Kaq përfundon kjo hyrje e këtina Ibn Abil Izz dhe fillon me titullin e madh të Imam Tahaviut dhe themin e tauhidin e të madhit Allah të bindur se Allahu është një, nuk ka shoqën të la sharika le, që na mbetet me shpjegue me emër të Allahut javën e ardhshme insha Allahu taala, po krejt kjo çafa deri me tash ka qenë hyrje dhe mbetet futemi në temë brenda për javës të ardhshme, duke lutur Allahun me na lehtësu dhe me na shtuë bereqet edhe sabër dhe me na ndriçuar
këtë rrugë të madhe dhe më na shpërlyej madhi Allah në dynjë dhe në ahiret. Wallahu alem, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Realizzazione studio produzioni Crenaria